Ka vetë kë komision, ka këtu akter politik që kësha dashur me i përfshi në vetë diskutimet që kanë qenë kur kem folë për ligjin për jurisprudencën. Edhe një prej tyne nuk po du me qëllim me involvu është edhe kryetarja e kuvendit. Nëse i kujtohet kryetarës edhe disa antarëve të këtu, është bo debat që ky komision duhet jetë elitar. Dhe më thonë, përpos që duhet jetë elitar, duhet të përqafoj njerëz që kanë atribute shumë të forta profesionale në fushën e drejtësisë, por edhe një herë që kanë ekspertizë edhe që nxjerrin kuadro që ndihmojnë sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës. Edhe ky debat ka vazhduar shumë gjatë me profesor eminent, me njerëz të jashtëm, por edhe me ata të cilët e kanë ndihmuar Kosovën në sundimin e rendit dhe të ligjit në Kosovë. Tash këtu lyet një pyetje në çka po rikthehemi. Edhe pyetja konsiston, ne e kem pas një ministre në detyrë deri para 2 muajve, ose 3, faktikisht, e cila komisionin paraprak nuk kem dëgjuar ndonjë vërejtje publike që e ka dhënë duke filluar pe kryetarit të Gjykatës Supreme, si titullari i saj, edhe deri në kandidatin e fundit. Si u bë që për këta 2 muaj u morën parasysh çato vrejtje të kandidatëve, sepse vrejtjet e kandidatëve janë të mirë së ardhura për mu, edhe për gjithë ata që kanë kalu pjesë e këtij provimi, edhe i din historitë e shumë edhe të individëve të caktuar. Ka një herë kur kanë rënë pozitë keqe ose të palakmueshme për shkak të seriozitetit që e kanë pas antarët e këtij komisioni, edhe tash na duhet një komision i ri, po që nuk i ruan këto standarde. Nuk i ruan këto standarde. Në këtë aspekt, kryetari i sapo emëruar i Këshillit Prokural emërohet kryetari i komisionit. Çka është kjo lidhje? Ju po na frigoni në kuptimin institucional neve dhe qytetarët e Kosovës me këto sjellje. Ka disa ditë që mbohet i blokuar zgjedhja e kryetarit të Këshillit Gjyqësor. Dhe tash krejt fati se kush bëhet kryetar, na dulen SMS-at që duhet mbështetet në Ivana Milenkovicin. Ajo ka me vendos, sipas mesazheve kush ka me qenë kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Edhe Boban Aleksiçi. Me çfarë standardi jeni të punua? Me çfarë standardi publik jeni të punu? Kryetari i Gjykatës Supreme, nëse lexova mirë, mundet edhe me më kundërshtu dikush, tha nuk kem leju ndërhyrje. Kush ka ndërhy nga qeveria që emna të përveçëm ta kalojnë këtë provim? A ka pas ndaj standard që ajo dashur mu dërzu para dorëheqjes, edhe krijimit një komisioni të ri, pse një emën të përveçëm i cili folet në publik, nuk ja paska dhënë provimin e jurisprudencës. Për besë, kjo nuk ish dashur me ndodh. As nuk ish dashur me lejuar. Bile, që ky institucion nuk mendoj që ish dashur mu prek ndonjëherë. I ka kalu edhe sfidat më të mëdha ndër vite, komisionet e cilat kanë qenë të zgjedhura pe kuvendit të Kosovës. Kanë kalu sfida edhe të ndërhyrë edhe gjitha aspektet tjera çfarë kanë ndodhur në Kosovë, por mu leju që nga një komision nuk po du me hynë emnat përveçëm, sa s'po du me ju hynë hak. Edhe ata mund të kenë një background profesional të mirë. Po nëse e sheh përvojën, nëse e sheh ato që ul për ballë, edhe për mja dhonë licencën e gjyqtarit, prokurorit, avokatit, çaj me pas të drejtë, për mbarusit, noterit, dikush që para 3-4 vite vetë ka kalu në për këto faza, me të vërtetë është për keqardhje, edhe nuk i ka ndihmoni as sundimit rendit, as ligjit, por as nxjerrjes së kuadrave shumë profesionale, me etikë, morale dhe profesionale në Republikën e Kosovës. Faleminderit shumë.